Të shtona me armë janë regjistruar mesnatën e së-hënës në Tiranë në zonën e Shkozës, ku i plagosur ka mbetur efektivi Angelo Kumaraku, 30 vjeç, i cili ka qenë jashtë shërbimit. 30 vjeçari ndodhej në shoqërinë e fëmijët të tij, Kedi Spajës, i cili kishte thyer masën e arrestit në shtëpi dhe ishte shënjestër e vërtetë e atentatit të dy vëllezërve, Ali dhe Aldo Lika, ndërsa shkak mes tyre dyshohet një çështje borxhi. Dy vëllezërit kanë qelluar nga automjeti në drejtim të shënjestrës, por i plagosur përfundoi efektivi. Ky i fundit është pezulluar nga detyra pasi nuk ka njoftuar për shkeljen e masës së fëmijët të tij, ndërsa mësohet se vetë efektivi ka pohuar se nuk ka njoftuar për shkak se ndodheshin në një rrugic pranë shtëpisë, pasi më të njihej që në fëmijëri. Ndërkohë 31 vjeçari që ishte shënjestër ka përfunduar në prangat e policisë, ndërsa dy vëllezërit janë shpallur në kërkim.